Do të flasim për një makinë që ka çuditur vetëm shqiptarët, por të gjithë botën. Arsye pse unë kam respekt madh për popullin japonez është sepse ata janë një ndërthurje midis italianëve dhe gjermanëve. Kanë pasionin e italianëve dhe precizionin e gjermanëve, mbase dhe më shumë se vetë gjermanët. Prandaj, ata i dhuruan botës një kryevepër inxhinierike. Një makinë sportive që mund të shkatronte shumicën e supermakinave. Po pse një kryevepër inxhinierike? Do të flasim për një makinë që çuditi të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm. Nissan GT-R. Mirë se vini në Revolution. Historia fillon me një makinë familjare në vitin 1950 që quhej Prince Skyline. Një ditë bukur ata vendosën të vinin një motor të madh për të parë se çfarë bëj. Dhe kështu 16 vite më pas, në vitin 1966, u ndërtua një GT-R që fitoi 49 gara në Japoni. Në vitet 80 u rikthye GT-R me versionin R32, ku mori dhe emrin Godzilla. Pasardhësia R33 u ndalua në shumicën e garave sepse ishte më e shpejtë se Ferrari dhe Porsche në atë kohë. Më pas, të gjithë e mbajnë mend R34 gri me shikitat blu nga Fast and Furious. Ajo ishte Skyline i fundit përpara se Nissani të nxirrte GT-R R35. Kjo nuk quhej më Skyline, por mori emrin GT-R dhe ngriti atë edhe më lart. Në plan të parë nuk ka ndonjë shkencë madhe. Një makinë sportive me motor 3.8 litra V6 twin turbo, ku motori është përpara dhe kamio është mbrapa, për balancë perfekte. Por siç e thash më herët, kjo është një kryevepër inxhinierike. Motori është i spërkatur me plazma dhe i lëmuar me diamant për performancë dhe rezistencë. Kjo teknologji nuk ekzistonte, prandaj Nissani e ndërtoi vetë në vitin 2007. Ftoja kamios është aq e rëndësishme sa Nissani ka harxuar vite për të projektuar pjesën e poshtme për të pasur një ftoje sa më të mirë. Motori, kambio, sistemi 4x4 dhe amortizimi nga Bilstein komunikojnë me njëra tjetrën 1000 herë në sekond që ta mbajnë makinën në rrugë dhe kur lejthit. Ekranin e ka dizenjuar Polyphony, krijuesi të lojës Gran Turismo, dhe ka çdo informacion të mundshëm fiksin lojë. Ndrimet e marsheve dhe zhurma janë projektuar që të ndihet makina më shpejt, që do thotë kanë manipuluar shqisët e njeriut. Trupi makinës ka 6 lloje alumini, të cilat janë bashkuara me njëra tjetrën me teknologji si e NASA-s. Shasia është çelik hibrid, e cila përballon fuqi ekstreme. Forca G në launch control arrin deri në 1.1, e barabartë me një anije kozmike. Kjo ti çorodit organet nga vendi, por mos u shqetësoni sepse me frenimin brembo që kjo makinë ka, forca G arrin deri në 1.2, pra organet të kthehen prapë në vend. Ky motor VR38 det përballon deri në 700 kuaj fuqi, por me modifikime serioze mund të arrijë deri në 3000 kuaj fuqi. Si një GT-R që njohim gjithë, e cila mund të arrijë një shpejtësi rekord 418 km/h. Në Japoni, limiti i shpejtësisë është 180 km/h. Por sa po shkon në një pistë, prej GPS-it makina e njeh automatikisht dhe heq limitin. Pjesa e poshtme është 100% e sheshtë për aerodinamik më të mirë. Tolerancat mbi 0.1 mm janë të papranueshme. Makina nuk është 100% simetrike për të rritur funksionalitetin e ajrit në turbo dhe aerodinamik. Dhe gjithë kjo teknologji del me gjysmën e çmimit të supermakinave që kjo makinë shkatronte në pistë. Dhe për ta mirëmbajtur është goxha e thjeshtë, sepse të gjithë prodhuesit e pjesëve janë partnerët e Gert. Kjo do të thotë që të gjithë pjesët mund porositen në një prej dyqaneve si çdo makinë tjetër. Teknologjia GT-R është një paradoks midis botës analoge dhe asaj digjitale.
Shembulli konkret i këtij miksimi janë pikërisht ata, ndërtuesit e motorave. Legjenda Takumi. Në Japoni, Takumi do të thotë mjeshtër, artizan. Në lashtësi ky titull i jepej vetëm njerëzve me aftësi të jashtëzakonshme. Këta njerëz nuk janë vipa, por respektohen më shumë, si murgjit apo artistat e vërtet. Tek Nissan, këta janë vetëm 4 persona. Këta kanë mbi 30 vite eksperiencë dhe janë të vetmit persona të autorizuar për të ndërtuar një motor të GTR-s. Një motor kërkon 8 deri në 10 orë për të ndërtuar nga fillimi deri në fund me dorë. Kur motori përfundon, mjeshtri që ndërtoi firmos një pllak dhe vendos sipër motorit. Ky motor nuk ndërtohet për performancë, por për rezistencë. Prandaj arrin të përballojnë shumë fuqi pa ndruar pjesët e brendshme. Dhe dhoma ku ndërtohet është e ngjashme me dhomën kirurgjikale në spital. Vetëm veglat ndryshojnë dhe ato kalibrohen me dorë. Çdo gjë me dorë, sepse ata mund të dallojnë çdo problem me anë të prekjes dhe dëgjimit. Si rrjedhoi, 2 motora nuk janë të njëjtë, prandaj çdo Nissan GTR është unike. Edhe interiori është më legjendar. Unë jam më tepër fan si këtij dizajni krahasuar me ato më të re, sepse është më analoge, edhe pse teknologjia nuk mungon as pak. Brenda është shumë e rehatshme, edhe pse është shumë e sertë. Timoni ndihet shumë. Tek modelet e reja e kanë zbutur pak këtë gjë, por prap ndihet çdo gjë. Kjo makinë është pak më e veçantë. Kjo është GTR-a e parë që ka ardhur në Shqipëri dhe unë kam pasur fatin të njihem me këtë makinë që në vitin 2013. Do provojnë të bëjnë një launch control. Për ta bërë këtë, unë po e çoj kamën manuale dhe në race. Amortizatorët në race gjithashtu. Traction controlin off me këtë butonin poshtë. Frenën shtypur. Gazin shtypur dhe nuk do t'i futem në këtë detajeve edhe pse ka shumë fakte të cilat nuk i kam përmendur. Por dua t'i kthem pyetjes që shtrova në fillim. Çfarë e bën këtë makinë një legjendë? Ajo që e bën këtë makinë një legjendë nuk ka të bëjë me projektimin apo me teknologjinë e përdorur. Mendoj se është pak më e thellë se kaq. Mendoj se ka të bëjë me zanafillën e saj, qëllimin. Dhe qëllimi i kësaj makine ishte që të përmbushte të gjitha dëshirat e të gjithë entuziastëve të makinave. Ata ndërtuan një makinë e cila ishte sa e thjeshtë në parim, aq dhe e komplikuar nga teknologjia, që mund të përdoret apo modifikohet nga gjithë secili. Rezultati është shumë i thjeshtë. Kënaqësi shpirtërore. Në gusht të 2025-s, nga fabrika Nissan del GTR-ja e fundit. Pas 18 vitesh, Nissan vendos të ndaloj prodhimin e kësaj legjende. Ka zgjatur më shumë se shumica e martesave. Por këtu nuk përfundon vetëm epoka e GTR-s, por një epokë e artë automobilizmit. Disa nga ju mbase mendojnë që po fillon një epokë e bukur. Teknologjia është në maj si kurrë më parë. Por unë nuk mendoj kështu. Thonë se GTR-ja e re mund të jetë hibride ose 100% elektrike. Por çfarë kuptimi ka? Këtu nuk po flasim për konsumin e karburantit apo për ndotjen. Këtu po flasim për kënaqësinë. Atë kënaqësi që jam i bindur që kushdo e ka sadopak në timon. Teknologjia sjell më shumë ekrane apo komanda nga telefoni. Gjëra të cilat mund t'i përdorësh vetëm ditën e parë kur merr makinën për kuriozitet. Mos më keq kuptoni. Makinat elektrike mund të jenë perfekte për t'i përdorur për ditë. Nuk harxojnë lek dhe nuk kanë probleme. Të bukura në letër, të shpejta në heshtje, por pa puls, pa jetë, por emocionin e vërtet nuk e japin ekranët. E jep zhurma, ndrimet e marsheve apo dridhjet e motorit. Jam i lumtur që këtë periudhë shijova sadopak dhe do ta vazhdoj ta shijoj në maksimum për sa kohë këto makina i kemi ende në qarkullin.
Erdhi momenti i çatit dhe do komentojmë disa makina. Do i komentojmë ato me një fjali. Po. Po Makina e fillojmë parë? makinat shumë e foto. Lexus Lefa, Super makinë. ikon. Okej. Unë mendoj Çfarë? Kontach, ëndër. Kontashi për mua është si ato femrat që janë super të bukura. Jo me ka gjatë të burr, bie i shkurt mos mlodh. Femër e bukur që s'di të flasi, po është në funditës mbetet e bukur. Reteta. Fundi një epoke, makina, super makinë, daily, më e mirë e Unë mundshme. do thosha Fan Drive. Fan drive. Çfarë? Kazan. Sa shpejt e thash. Kosh vlerash nga këto të rinj Me zi po e prisja. Nga këto, ju që keni Tesla na falni, po opinioni është opinion, mund t'jeti gabuar, mund t'jeti drejtë. Ëndër fëmijërie. Ferrari makina. F40. Super makina më e mirë e krijuar ndonjëherë. Pik. Porsche 911. Mr. Bean. Nuk e di pse më erdhi kështu direkt Mr. Bean. Porsche 911. Nuk ka lidhje me Mr. Bean, po. Okej. Hedhin poshtë ato që thashëm pak më përpara, super makina më e mirë prodhuar ndonjëherë, thon për këtë. Unë them që nuk është shumë larg, por F40 është më e mirë. Super makinë, Super makinë, e dumë. Po e sham, këtë e dim që Historike, do të komentet s'do mbarojnë. vetëm kaq historike. Unë do them nuk na vinë më këto kohë. Çfarë? Po ta shofi Juli, që është drejtori i fotografisë tonë, do thotë është super mjet se e ka vetë. Unë do të them kot. Kaq. Jo, Kaq, e do ta rehatshme, lej kaq. po vetëm aq, e rehatshme deri diku. Tani Po e shava edhe këtë. 210. Ke atë. W210. Tash unë kam një tillë, do thosha e pa vdekshme. Unë do thojë që pret fort. Pret fort. Densi. Kjo. Mushk. Mushk Po që ron gjatë, po kështu që Po. nuk pyet fare. Kjo gjë e le pa vaj, pa ujë, pa gjë, edhe pa naftë rrezik se ti jep vetë nga Thjesht xhepi. do eci. Thjesht do eci. Po kjo. A ke pas një Ka pas identik kjo, me këtë kam mësuar sa ma makina në përtesa, e shumë gjëra tjera dhe për mua është lodra më e mirë. Thonë që është defektoze, por me thënë drejtën s'kam pas e shumë. automatike, jo. Ka qenë Manuale, super nga. për deli është Po, ja jepsha një herë me këmbë kështu për t'i dhënë çik shpejtësi, po Chef for car guys, kaq. unë do thosha overrated, si shtam herën e fundit, kush janë makinat overrated. Është çik overrated, a? Është overrated, është fun to drive, është Ka shumë nga lezet, dalshme, është lezet. shumë nga dalshme. Shumë nga dalshme, nuk Kaq, s'kemi tjerë, a? Prit, kemi edhe një. Pa ajo është makina perfekte për deli, për mendimin tim. Unë do thosha makina më e mirë për qytet ose makina më e mirë në buxhet limituar që s'ka as probleme, as i lloj halli, as i lloj As argjon, as argjon, as i gjë. Perfekt ekonomike shumë. Makina e popullit. Dhe ky ishte çati edhe për këtë puntat, do ndjekim të ftuarin. Sot në Test Drive kemi një personazh njihet për pjesëmarrjen e saj në shumë reality show dhe aktualisht është pjesë e kanave tona përmes programeve të ndryshme. Por ajo që nuk dim për këtë personazh është që ajo i jep shumë mirë makinës. Mirë se erdhe Livia në Revolution. Sa më kuriozonte si emision, me thënë të drejtën, një intervistë në makinë, kështu pak ma wild, jo nga këto Jo të zakonshme. Po, Mora vesh i jepje shumë mirë makinës, tash do kishe shumë për thënë dhe do kishe shumë të papritura që mund të kishim gjatë intervistës, gjatë bisedës më shumti. Dhe do ta di domethënë që i jep kaq mirë makinës. Çfarë makine ke? Unë tani kam një Fiat 500. I thjesht, jo abarth. Jo, të thjesht, Okej. me përfaqëson totalisht sepse tani është makinë italiane. Edhe ti je rrit në Itali. Jam rrit në Itali dhe gocat në Itali, po thuj se shumica kishte Fiat 500-ën, po.
Është manuale, është automatike, si? Makina jeme është manuale. Domethënë ti jepi makina manuale gjithë një kështu. Po, të gjithë habitën se si një gocë i jep makinës manuale këtu në Shqipëri. E fiks italiane. Italiane po edhe 10.000 makinës pikërisht sepse. Po, deshem edhe me e thonë që po, ditë jarë. Po, motori për shembull, ke dhënë herë? A din se unë do them të sekret shumë të vogël, që nuk e tham përgjithësi, se më duket sikur edhe pak tur, po unë nuk e kam lanë kurr motorit një jetë teme, kurr, edhe nuk di si japet një motori. S'është tur, po se s'ka ndonjë gjë se Faj. Ata me katër rrota nuk quhen motora. Është ndrysh, me 2 rrota jo, nuk i kam lanë kurr. Po pasagjer jep një? Pasagjer po. Okej, si do shdu? Ish bashkëshort i mamit, kishte pasion motorat. Ne në shtëpi kishim nga këto që në Itali apo ku? Në Itali. Në Itali, po, shqiptar, ai. Kishte nga këto motorat që vrapojnë, edhe Harley Davidson. Si motor që vrapojnë? Këto nuk di si ta quajnë ndush, nga këto. Nga këto Honda që ecin shpejt, po, da Corsa. Okej, e kuptova, da Corsa, po. Motor piste. Po, edhe Harley Davidson, nga këto klasikët, po. Kush pëlqente më shumë nga të dy? Harley. Harley pëlqente më shumë. Ishte pak më klas, pak më i veçantë, por kur isha e vogël kisha shumë qejf shpejtësinë, kështu që edhe ajo ishte adrenalinë e frikshme, më pëlqente shumë. Ishte e bukur. Do doja për shembull një çun me Fiat 500 500 siç e ke ti, apo një çun me këtë klasë. Tani, Fiat 500 është shumë e lezetshme, por flasim realitetin. Çuni me Fiat 500 nuk është i lezetshëm. Nuk e di se si më duket, sepse shoh shumë makinë gocash, vazhdoj ta shoh gocash. Dhe pse jashtë shteti është makinash praktike, saqë në qytetet e mëdha, siç mund të jetë edhe Tirana, është e preferuar për çdo punëtor, për çdo njeri që është gjithmonë në lëvizje. Po tani, flasim realitetin. G-klasi, një person, një çun që ka arrit të blejë një G-klas me punë. Me punë? Unë mendoj që me punë të pastra. Pastaj po. Absolutisht. Pastaj G-klasi më pëlqen shumë, më tërheq shumë si makinë, shumë. Kështu që është më shumë për shijen që më pëlqen G-klasi, besoj. Po nuk gjykoj djemt nga makinat, se kam bakur të gjallë. Për shembull, makina më luksoze që mund të kesh shipur. Makina më luksoze që mund të kemi kur Bentley. Çfarë Bentley? Tani modeli fix nuk e di, thëmë të drejtëm. SUV apo e ulët si ka qenë, paka shumë si formë? Ishte ulët për u qonte. Mirë. Ata e kanë gjithë Bentleyt edhe jo vetëm Bentleyt. Jo, nuk ishte model SUV i Bentleyt. A ishte kështu, me 4 dyer apo me 2? Me 4. Me 4, okej, flank spur. Është e re apo e vjetër? Jo, ishte shumë e re, sepse te kishte kushuri, domethënë te zaku mamit, që jeton në Zvicër, dhe e kishte marrë për dasmën e kushinës teme, direkt ja kishin sjell që ta përdorte në Kosovë. Cila shpejtësia për shembull më e lartë që ke arrit makinë? Ti japësh vetë për shembull. Që ti jap vetë, edhe 200. E ka 200 me Fiat 500? Jo, me makina tjera, me makinë tjetër, sepse e shkreta nuk e del. Nuk i kap dot. Nuk i kap dot, sidomos sepse është 1.2-she. Është krejt po. Okej. Po pasagjerë për shembull? Pasagjerë 230, diku për 250. Pas ka bërë një shumë diferencë të madhe. Jo, po kena bë aksidenta mama të shpejtësi, kështu që më ka ngel pak trauma, po. Çfarë ndodhi? Po ecnim shumë shpejt, po u kthenim nga një koncert, ishte natë, dhe në Itali është një pjesë Apenninit, quhen Malore, ku rrëshqitet. Okej. Dhe me shpejtësi makina rrëshqiti, kapi guardrailin edhe u rrotullu 3 herë. Në atë moment nuk e di, a keni parasysh ato skena filmi që po vinte nga mrapa një kamion shumë i madh? Po. Edhe unë isha në mes mrapa, edhe po shikoja drejt ke xhami një dritë. A keni parasysh kur thotë pasha të dritën, thash nuk e di si kam shpëtu. Kamioni nuk na kapi, makina rrotulloi 3 herë, shpëtuam. Po nëse njëri dëgjon popullore në makinë. Kërcejmë bashk, patjetër. Jam natyrë shumë popullore. Domethënë jam një ditë qoj me popullore, një ditë qoj me moderne, kështu që popullore jam pëlqejmë, pse jo. Jena shqiptar. Unë nuk dëgjoj. Ka herë më dëgjon me bujar Çamilin makinë. Popullore në morë. Shkodrane, po. Po, se edhe çik e ke çik bujarin e keni kështu jo si. Po, e kena kështu. Pa bujari nuk ka playlist. Por jo, edhe muzikë kontemporane shqiptare më pëlqen shumë. Okej, ne tani po afrohemi tek një pjesë që siç e ke parë dhe më përpara, është një sfidë që ti do bësh. Sigurisht do t'japësh makinës me kujdes edhe shpejt, sepse rruga është e siguruar, kështu që ti do jesh safe nga aspektet që nuk del në një papritur, por e vetmja gjë që të mbetet ty është t'i japësh me siguri dhe shpejt, siç e thash më përpara. Makinën e kemi
super të mirë, domethënë është edhe me frena Brembo, është e përgatitur deri diku, është makinë rruge, por e përgatitur deri diku për të bërë këtë lloj gjëje dhe je në garë me 6 persona të tjerë. Sa bukur, kam edhe taka. Unë të sugjeroj të heqësh takat? No, Do japësh me taka, si çdo gocë e respektueshme që din të nisi makinë edhe me taka. Okej, me pranojmë sfidën. Okej, të uroj suksese. Mund zbresësh. Here I am. Si do duk? Unë nuk naqa. Okej. Normalisht nuk ka se kam egzageru me shpejtësi, por që... Nuk isha maksimumi jot, po u knaqe. Maksimumi jo, sepse dhe kur nuk i njoh rrugët jam pak ma e ngurt, E drejt. plus kthesat siguria, besoj se du të me kanë pak më vend parë, Bravo. po që I'm a driver. Ta shohim në episodin e fundit, do dalin gjithë kohë. Ti ku mendon që ke dalë? Me janë 7 veta. Nuk mund të them kush janë, po Këtë do isha kurioze ta di. 3 parë dihen, 4 parë dihen, Besoj, ja, mund t'jeme 3 e 4-ta. Nuk e di. dhe nga mesi. Po, të shej, fundit jo. Okej, fundit nuk. Do ketë një afrikacake. Okej. Na vjen mirë që ishe pjesë e jona, shumë të falenderoj jashtëmase. Faleminderit për jush. Ky është episodi i 5. Bëni like, subscribe, share, çfarë doni, pa lekë keni dhe shihemi në episodin e radhës.